Çfarë lidhje ka shëndeti i zorëve dhe mikrobioda intestinale me simptomat e refluksit gastroezofageal? Këtu erdhëm tek pyetja që unë doja të trajtonim më së shumti. Deri tani ne thamë dhe u lokalizuam vetëm tek stomaku, që përmendëm përtypja e shpejtë, përmendëm që ne gëlltisim më shumë ajër, nervin vagus, që nervi vagus është tej masë e rëndësishëm. Për pjesën e nervit vagus ne do të bëjmë dhe një emision se si ndikon deri tek zemra apo deri tek neuronet e trurit. Ndërsa, pjesa e mikrobiotës, ne dhe këtu e kemi shënuar, pra përtypja e dur është armiku i shehur i stomakut, sepse bëjmë të mundur që të gëlltisim më shumë ajër. Te kjo foto të ndalemi edhe pak më vonë për ta trajtuar dhe më thelbësisht ose hollësisht. Tek pjesa e mikrobiotës tani. Kur zorët e holla është një problem në terminologjinë ose në pjesën e klinikës gastroenterologjike që lidhet me SIBO-n, me rritjen e baktereve jo të mira në pjesën e morit të zorës së holl ose në ileumin terminal. Pra kur ne kemi rritje të patogjenëve toksik, rritje të disa mikroorganizmave, të citokinave, ezëm interferon gamma, interleukinat, interleukin beta 1, interleukin beta 6, TNF alfa, rrugët inflamatore, nuklear faktor KB, do të bëhet e mundur që në zorën e holl të krijohet një rritje të këtyre mikroorganizmave, ulje të enzimave, enzima jo optimale, enzima të cilat nuk kanë funksion optimal. Dhe kjo do të krijojë një fermentim të ushqimit aty dhe do të nxjisë prodhimin e metabolitëve sekondar bakterial. Që procesi quhet deaminim oksidativ intestinal bakterial. Pra do të formohet edhe amoniak. Sikurse Helicobacter pylori formonte amoniak, edhe bakteret jo të mira, mikroorganizmat jo të mira bëjnë deaminim oksidativ ose dekarboksilim të aminoacideve dhe do të formojnë substanca toksike. Prandaj e themi dhe e specifikojmë që ushqimet e pasura me shumë polifenol, acide fenolike, iridoid, ksantonët, alkaloid, taninët, pra që janë perimet, zerzavatet, sidomos taninës thinën e verës, që tej masë i rëndësishme është dhe konsumimi ujit dhe konsumimi kaliumit, pra hidratimi dur për zorët ka shumë vlerë, sikurse dhe kajsit, kumbullat, vajulliri, ushqimet cilat janë të pasura me kalium, pjesa avokados, lëngu të mishit, ose kumbullat e thata, kajsit e thata, lëngu i mollës, ka shumë vlerë piepri, bostani, qershia, boronicat, manaferat, sikurse dhe e kemi përmendur dhe në shumë emisione, sa më shumë perimet të stinës, pra bishtajat, thjerëzat, suprat, cilat janë ushqimet lëngshme. Pra zorët kanë lidhje të ngushtë dhe janë një ndër zinxhirët më kryesor që shfaqin refluksin. Tek pjesa e përtypjes që unë e kisha këtu më parë, që përtypja ishte, nëse nuk bëhet siç duhet, është edhe një ndër armiqtë e fshehur të stomakut. Çfarë thuhet këtu? Çfarë ndodh nëse ne përtypim ushqimin shpejt? Është se ushqimi mbetet në copa më të mëdha, më pas tretja rëndohet, stomaku detyrohet që të funksionojë dhe të punojë më shumë, dhe më pas ushqimet në zorën e holl përthithen më pak. Pastaj bëhet tretja me ngadalt, ushqimi ngelet jo i përtypur dhe stomaku prodhon më shumë se ç'duhet acid hidroklorik. Prandaj pjesa e përtypjes ka rëndësi shumë të madhe, si për të bërë të mundur një inervim të dur viscerosomatik ose somatosensorial, stimulon gastrin nga pjesa e qelizave të antrumit, që ajo me anë të mekanizmit endokrin bën të mundur që të çlirohet pjesa joneve të hidrogenit, por bëhet i mundur dhe që stomaku, vetë motorika, të krijojë atë që quhet peristaltik dhe ushqimi të dalë. Pra krijohen fryrjet, krijohen gazra, tretja e ngadalt dhe malabsorbimi në fund që do të thotë një tretje dhe një përthithje jo e dur e mineraleve, e zinkut, e magnezit dhe hekurit. Prandaj nga refluksi ose me fjalën refluks ne kuptojmë dhe majën e problemeve ose majën e icebergut, që refluksi kronik shkakton dhe minerale që përthithen më pak, zinku, magnezi, kaliumi, hekuri e të tjera me radhë. Prandaj nuk duhet ta nënvlerësojmë. Nëse bëhet kronik, duhet të marrim dhe ndihmë nga stafi mjekësor. Nga ana tjetër mund të përmirësohet refluksi vetëm përmes ndryshimeve në stilin tonë të jetesës, apo nga ana tjetër mund të kemi edhe gjithmonë nevojën e medikamenteve? E para njërë është, nëse ndryshohet pjesa e stilit jetesës, patjetër që problemi i refluksit reduktohet. Ndryshimi i stilit jetesës që ne e tham pak më parë. Mos ngrënia ushqimit 3-4 orë para gjumit ka vlera shumë të mëdha. Reduktimi te i masë i alkoolit, i duhanit, ushqimeve të skuqura, me vajrat hidrogjenizuara, me vajrat rafinuar, bën të mundur që të rregullohet ky problem. Nëse ne bëjmë atë
mikrobiotën ose gjithë sistemin tretës, duke nisur që nga sekrecionet biliare, sfinkteriodit, pankreasi, mëlçia, pra nëse ne fusim dhe disa çajra të lehtë, siç mund të jetë finoku, siç mund të jetë kamomili, ushqime që janë me probiotik, kefiri, kosi, atëherë ky problem shmanget dhe ky problem nuk influencohet më. Pra ushqyerja është shumë e rëndësishme dhe është faktori numër 1 trajtues dhe mbështetës. Kur duhet të shqetësohet, Luciano, një person me refluks dhe cilat janë shenjat që kërkojnë një vlerësim të menjëhershëm? Problemi i shqetësimit këtu është se kur refluksi zgjat për gati disa muaj dhe refluksi bëhet shumë problematik saqë edhe kur konsumohet pak ujë, direkt krijohet ajo ndjesia ose ajo pjesa e problemit që të kthehen në pjesën e fagut. Këtu mund kërkohet një trajtim mjekësor, ku personi mund të bëjë një gastroskopi, por mund të bëjë dhe një test të frymarrjes për të parë nëse mund të ketë ose jo Helicobacter pylori, ose nëse mund të ketë një bakter në florën intestinale. Pra kur është kronik, kur vazhdon prej disa muajsh, mund të bëhet një ekzaminim me i theksuar, një gastroskopi apo dhe një test të frymarrjes për të parë nëse është Helicobacter pylori. Por si fillim njërë ritmet ose si fillim rrethanat, stresi kronik, gjumi, aktiviteti fizik. Ndonse tek ushqimi, ne tham pak më parë që ishte esencial, ishte i rëndësishëm hallka kryesore, zinxhiri kryesor është dhe lëvizja, aktiviteti fizik, që e ndihmon këtë problem. Luciano, për të mbyllur, cilat do të ishin tre këshilla praktike që do t'i jepje personave që vuajnë nga refluksi? Njëra e parapunës është ushqimet e duhura me probiotik, pra me baktere të mira, të cilat i përmendëm dhe i theksuam më parë. Kosi, kefiri. E dyta është menaxhimi i stresit, stresi kronik. E treta më pas është pjesa e aktivitetit fizik. Sa më shumë të lëvizin zemra, sa më shumë të lëvizin muskujt e pulpave, që janë muskujt gastrocnemius, muskujt soleus, vastus lateralis, vastus medialis, aq më mirë pompon zemra e gjak, qarkullimi i gjakut. Për një stomak të fuqishëm ka shumë rëndësi. Pjesa e gjumit që e tham pak më parë, ndriçimet jo artificiale dhe jo konsumimi i ushqimit 3-4 orë para gjumit, përtypja e dur, gëlltitja e dur e ushqimit, sikurse dhe hidratimi. Hidratim do të thotë ujë, konsumimi i ujit, edhe dehidratimi ose nivelet e pakta të ujit lidhen me këtë problem. Dhe i tham pak më parë disa çajra dhe disa procese ose disa ndihma që është finoku, është çaj melisës, që janë shumë të mirë, është bari bletës, që është edhe vazodilatator, por është edhe relaksues dhe çliron, ose bën të mundur që të prodhohet dhe GABA nëpërmjet glutaminës, formohet glutamate, glutamat dekarboksilaz, GABA, që është neurotransmetues i rëndësishëm dhe qetësues si për sistemin nervor qendror, por dhe për sistemin nervor enterik, pra finoku, kamomili, bari bletës, sikurse dhe vaj farave të linit, lulja e basanit. Prandaj, ushqyerja, gjumi, aktiviteti fizik dhe menaxhimi i stresit kronik kanë shumë vlera të rëndësishme. Ja ku jemi, çaj finokut për të lehtësuar këtë problem, pra për pjesën e gazrave, çaj melisës, sikurse dhe vaj basanit për mbrojtjen e mukozës së stomakut.